Panairi ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë vjen për të 4-tin vit radhazi në Lushnjë nën organizimin e Iceberg Exhibitions, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkisë Lushnjë dhe shumë institucioneve, organizatave e kompanive të tjera shqiptare dhe të huaja. Panairi do të zhvillohet në datat 23, 24 dhe 25 prill, ku do të promovohen prodhimet bujqësore të zonës dhe jo vetëm. Jemi në edicionin e 4 të Panairit Ditët e Bujqësisë, është i 4-ti vit që organizojmë në qytetin e Lushnjës, njohur edhe si hambari i bujqësisë shqiptare, duke shpresuar që kemi një edicion të suksesshëm. Jemi në përgatitjet e fundit, siç e shikoni, gjithë stafi është i angazhuar për të krijuar një sallë sa më mikpritëse, qoftë për pjesën e ekspozuesve ashtu sikurse edhe për vizitorët. Sot në orën 4 do të bëjmë ceremoninë e zyrtare të Panairit me pjesëmarrjen e personaliteteve më të rëndësishme të politikës dhe të qeverisë shqiptare, të cilët do të përshëndesin këtë iniciativë që vjen nga Iceberg Exhibitions për të 4-tin vit në Lushnjë. Ne shpresojmë që të jenë 4 ditë të mbushura me takime për ekspozuesit, duke filluar nesër, pas nesër dhe ditën e premte do të jetë aktiv dhe i hapur për publikun e gjerë Panairi. Ftojmë sa më shumë fermer, vizitor nga i gjithë vendi, jo vetëm nga Lushnja, Fieri dhe zonat përreth, por edhe nga vende të tjera të vinë të zbulojnë çfarë kanë përgatitur ekspozuesit për këtë Panair.